Komiteti i Arsimit në rang qarku ka zhvilluar mbledhjen e parë, ku u shpalosën projektet dhe aktivitetet e planifikuara për vitin 2026 me fokus në rritjen e cilësisë së mësimdhënies, zhvillimin e talenteve dhe modernizimin e infrastrukturës arsimore. Ndër prioritetet kryesore u theksua vazhdimësia e aktiviteteve, gjua ime dhe liceseistët, po ashtu u njoftua njërisi me përfshirjen e historianëve në aktivitetet të veçanta edukative. Do vendosim njërisi si vjet me pjesën e historianëve, të cilët do të diskutojmë së bashku, dhe do të vazhdojmë edhe me liceseistët, sigurisht me ESEN, e cila ishte themi një aktivitet i suksesshëm dhe mjaft kreativ. Komiteti bëri të ditur se është alokuar një buxhet specifik për digitalizimin e disa shkollave, si dhe për mbështetjen e shkollës së muzikës për aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Kemi hartuar një buxhet enkas dhe për digitalizimin e disa shkollave të qarkut të Korçës. Jemi të orientuar dhe ndaj asaj që është pasuria e qarkut tonë, që është shkolla e muzikës. Kemi alokuar buxhet për aktivitetet e kësaj shkolle. Këtë vit ne do të organizojmë me këtë shkollë një masterclass me 2 profesorë të konservatorit të Bukureshtit. Për të parë do të lançojmë festivalin mbarkombëtar të këngëtarëve lirik të shkollave të mesme. Ndërkohë, drejtoria e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar në Korçë propozoi dhe ide për aktivitete të tjera. Ju mund të keni paramirë edhe një temë në lidhje me këshillimin e karrierës, sepse ne jemi të gjithë bashkë, jemi të bindur që profesionet sot janë ata që ne duhet t'i japim theksin. Gjatë vitit 2026 janë planifikuar 4 takime të Komitetit të Arsimit, si dhe organizimi i një dite të hapur çdo muaj, përfshirë dhe ditën e qarkut.